Sam Altman, drejtuesi i OpenAI, ka lançuar zyrtarisht në SBA projektin e tij të ri të identitetit digjital dhe kriptomonedës të quajtur World. Ky projekt synon të verifikojë identitetin njerëzor përmes skanimit të irisit të syrit. Përdoruesit që pranojnë të skanojnë syrin marrin si shpërblim 16 monedha digjitale World me vlerë rreth $40. Projekti është lançuar fillimisht në 6 qytete amerikane: San Francisco, Los Angeles, Miami, Atlanta, Austin dhe Nashville. Në San Francisco është hapur një dyqan i dedikuar për këtë iniciativë, ku qytetarët mund të bëjnë skanimin e irisit për të marrë një World ID. Qëllimi i projektit është krijimi i një identiteti global digjital që mund të përdoret për verifikimin e moshës në aplikacione si Tinder, për pagesa me kartën World Visa, në bashkëpunim me Visa dhe për të luftuar për hapjen e llogarive të rreme në internet. Megjithatë, projekti ka hasur në kritika të shumta lidhur me privatësinë dhe sigurinë e të dhënave biometrike. Ekspertë si Vitalik Buterin, bashkëthemeluesi i Ethereum, kanë shprehur shqetësime për rreziqet e centralizimit dhe mundësinë e keqpërdorimit të dhënave biometrike. Në disa vende si Spanja, Portugalia dhe Hong Kongu, autoritetet kanë pezulluar aktivitetet e WorldCoin për shkak të shqetësimeve mbi mbrojtjen e të dhënave personale. Pavarësisht këtyre sfidave, kompania Tools for Humanity, e cila qëndron pas projektit, pretendon se të dhënat biometrike nuk ruhen në formë imazhi dhe se përdoren teknologji të avancuara për të mbrojtur privatësinë e përdoruesve. Me mbi 26 milion përdorues globalisht, projekti World ngre pikpyetje të rëndësishme mbi balancën midis inovacionit teknologjik dhe mbrojtjes së të drejtave personale. A është ky një hap drejt një të ardhme digjitale më të drejtë, apo një rrezik për privatësinë tonë? Koha do ta tregojë.